mas pari falenderimi takon Allahut që na ka mundësu me bo këtë punë. Kos, orez, qaj, ajvar, vaj, gjem, biber, veget. Edhe nuk ja vlen me ndru me marrë tjetër kompani përveç e monës. Pse në çdo aspekt ka ndodhe dhe ka 2-3 paketa i kanë bo, ata vet i kanë dhonë. Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Kësaj here jemi në qendrën M8, e cila funksionon në Kosovë tash e 20 vjet. Është e njohur për aktivitetet humanitare të saj veç mas gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Kësaj here po bën shpërndarjen e pakove ushqimore, pako të cilat janë blerë nga organizata Helping Hand në bashkëpunim me gratë të cilat e frekuentojnë qendrën M8 qoftë online, qoftë fizikisht. Të ndihmosh njerëzit në Ramazan është diçka shumë e rëndësishme. Prandaj menaxherja e kësaj qendre, Eglantina Nushi Mustafa, e bën një punë të mrekullueshme bashkë me punëtorët e tjera, po njëna prej grave që me të vërtetë angazhohet është edhe Fatime Gjata, e cila është gjithmonë e gatshme me ndihmu në shpërndarjen e pakove ushqimore, se është një diçka që nuk është e thjeshtë dhe nuk është e lehtë. Përveç komunitetit shqiptar, ndihmohet edhe komuniteti Ashkali, qendra M8 është e njohur me aktivitetet e saj që i ndihmon shpeshherë këtë komunitet, edhe me shpërndarjen e miellit, po edhe me shpërndarjen e pakove ushqimore, pako të cilat përmbajnë ushqime elementare, bazike, të cilat shfrytëzohen për muajin e shenjtë të Ramazanit. Po mas pari falenderimi takon Allahut që na ka mundësu me bo këtë punë. Na që prej mas luftës jena ty punu me këto. A ka kalu në i Ramazan për shpërndo pakë? Jo. Në bashkëpunim me këtë shoqatë me ndihmën e Amerikës që na fjen e Helping Hand, kena edhe motrat muslimane që ndihmojnë në furnizimin me paketa, me tholla, me tubimin e thollave dhe bëhen paketat. Domethënë salet bazë, elementare bazë që janë. Fatush, a është e lodhshme si punë se ka dhe njerëz që nuk janë listë, vinë të kërkojnë, pasha që ballafaqeshe me shumë gratë dera? Po është e lodhshme, qysh është e lodhshme. Po përgjegjësinë më të madhe për këto paketa merr Eglantina, kolegja jam me punës. Allah e shpërblet ato me të mira. Unë mundon as me gra, mi bo listat, mi thirr. Fatush, këtë aktivitet e kryeni në bashkëpunim me rrjetin e marketeve e Mona. Sa jeni të kënaqur me punën e tyre dhe pse keni zgjedhur bashkë e Monën? Po prej mas luksës e këndena gjithmonë kena bashkëpunu me e Monën. Mas pari e Mona është një kompani e madhe. Bashkëpunojmë me neve se na e kuptojnë edhe punën që e bojmë, edhe bojmë zbritje bukur shumë, e bojnë transportin, na ndihmojnë që është nevoja, kështu që jemi të kënaqur me ta. Edhe nuk ja vlen me ndru me marrë tjetër kompani përveç e Monës. Pse në çdo aspekt ka ndodhe dhe ka 2-3 paketa i kanë bo, ata vet i kanë dhonë, që mi u ndihmu familjeve. Atëherë të shohim çka përmban një pako, makarona, kos, orez, qaj, ajvar, vaj, gjem, biber, veget, aerokrem, sheqer, krip, supa, do më thonë gjithë shka që realisht mund të shërbej për iftar edhe për syfyr. Të lumt ata që ndajnë nga pasuria e tyre për t'i mbështetur njerëzit që ka nevojë. Vetëm sa ti përcillim i pa që këtë kanë marë, s'ka met asnjë, që atëherë është mas mirë ti. Se më të met dikush vërtet është shumë vështirë me lom pa diçka. E kom kolegën e punës Eglantin, ajo i dam bëj paketa, e merr një vaj, një sheqer, një kryp, një shka, më smelshu edhe ato thatë. Po mirë, inshallah për tonë ka më pas. Qyshe kalon natën sa në të atë kujtohen duat e këtyre grave që i bojnë për ti? Po vallaj është knaci kur thojnë Allah të shpërblet, Allah të adhash, po jo veç mu, inshallah jo e pa Allah këtë atyne që po kontribojnë. Sidomos edhe motrat muslimane kanë kontribu shumë me pako. Ato halexhiket vetë jonë kom për para, tash kanë mri edhe dikonin me ndihmu. Vërtet kanë ndihmu shumë edhe motrat muslimane, edhe vllazërit muslimanët, edhe shoqata Helping Hand, që është bojmë një punë të mrekullueshme. Për ndryshe Fatush ti je shumë e mirë, edhe unë e du shumë.
Të dashur shikues, mos kurseni asgjë nga vetja, sepse Ramazani është muaj i vjedhjes së shpërblimeve. Pejgamberi alayhis salam na ka porositur që edhe nëse një hurme kena mundësi me nda me të tjerët, atë hurme ta ndajmë. Gjithçka që kemi prej vetes mund ta ndajmë me të tjerët, sepse lëmosh në fakt nuk është vetëm aspekti material. Nuk do të thonë që je njeri i mirë ose je ai që jep lëmosh nëse veç ke para. Lëmoshën mundesh me e dhënë edhe me një fjalë të mirë, edhe të e këshillu dikon, edhe të nxit dikon për punë të mira, edhe të gjitha këto do të thonë janë virtyte të njerit të suksesshëm gjatë muajit të Ramazanit, sepse prej 12 muajve të tjerë Zoti e ka veçuar muajin Ramazan. Është muaji i solidaritetit, muaji i mirësive, muaji i begative të mëdha, andaj inshallah Zoti na bën prej atyre që mundohen maksimalisht me qenë vigjilant edhe me shfrytzu kohën, me qenë sa më të mirë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Zoti ju rujt e inshallah takohemi në ndonjë histori tjetër.